4 stinet e vitit. Një prind vendosi që 4 djemve të tij t'ua jep një mësim të mrekullueshëm në jetë, në mënyrë që ata të mos gjykojnë me shpejtësi dhe pikpamja e tyre për jetën të mos jetë sipërfaqësore. Prandaj, ai dërgoi ata në një vend të largët ku kishte qenë një pemë e madhe dhe kërkoi nga ata që secili prej tyre ta përshkruante atë pemë. Mirëpo, birin e madh e dërgoi në stinën e dimrit, të dytin në stinën e pranverës, të tretin në stinën e verës dhe të katërtin në stinën e vjeshtës. Pasi u kthyen prej udhëtimit të tyre të gjatë, i jati i tu bëj të gjithë djemt dhe kërkoi nga çdo njeri t'ua përshkruaj atë që kishin parë. Kështu, i pari tha se pema ishte e keqe dhe e thatë në pamjen e saj. I dyti tha se pema kishte qenë e gjelbër dhe e pasur me fleta. I treti pohoi në ajo që ishte e mbuluar me lule me erë të mrekullueshme dhe me teje të bukura. Ndërkohë, i katërti e përfundoi fjalimin duke thënë se pema ishte e mbushur me plot fryte dhe jetë në të. Pasi që i dëgjoi fjalët e djemve të tij, prindi pohoi duke thënë se të gjitha ato që kishin thënë janë të vërteta. Sepse çdo njeri nga ta kishte shkuar për ta parë pemën në stinë të ndryshme, dhe kështu çdo kush e përshkruan gjendjen e pemës sipas stinës në të cilën kishte qenë. Prandaj, nuk duhet të gjykohet një pemë apo një personalitet nga një stinë, apo vetëm nga një qëndrim. Nëse gjykon veten sipas asaj që sheh në kohën e dimrit, do të humbësh çdo bukuri të pranverës, ndjenjen e mrekullueshme të verës dhe jetën plot fryte të vjeshtës. Mësim për të medituar. Mos lejo që dhimbja që ndjen në një stinë të caktuar të bëjë ta humbësh gëzimin e stineve të tjera. Mos gjykon mbi jetën sipas një situate, pamjeje apo ndonjë dukurie të caktuar. Përpiqu ti të kalosh situatat e rënda dhe momentet e vështira në mënyrë që Allahu të përgatit për ty kohra më të dashura dhe jetë më të lumtur.